Në vizitën e tij në Kukës, biznesmeni dhe filantropi i njohur nga Tetova, Lazim Destani, përcolli një mesazh që tekalon kufijtë e ekonomisë. Zhvillimi ekonomik rregullon edhe politikën. Gjatë një interviste për Kukës Televizion, Destani u pyet nëse do të ketë ndihmë konkrete për qytetin Veriindor. Ai u shpreh se aktualisht nuk ka një projekt të përcaktuar, por shtoi se është i gatshëm të bashkëpunojë me autoritetet vendore për të parë se ku mund të kontribuojë në mënyrë konkrete. Ekonomia, zhvillimi ekonomik do thot i rregullon edhe punët politike. Kur janë punët mirë me ekonomi dhe çdo punë mandej edhe rregullohet. Tash sot nuk do të përmeni konkret diçka, po do kena kohë ku do të ulemi me kryetarin, do të ulemi edhe me bashkëqytetarë tjerë që da shohëm çka është e mundur, çka mund të bëhet, sa më shumë të hapen vende pune, sa më shumë zhvillohet Kuksi, Shqipëria e vendet shqiptare. Ne besoj se gjitha ne projektet tona, çka punojmë, kudo qofshin ato na përbot, gjithmonë u thom atij menaxherëve se me kanë se diçka mund të bëhet në trojet shqiptare, mos shkoni ka Afrika, ka vendet e mallkuara, atje kemi këtu nevojë për me hap fabrika e punë tjera, gjithmonë e kam parasysh, do thotë investimet, zhvillimet të bëhen në vendet tona. Lazim Destani për vitesh njihet për kontributin e tij në zhvillimin e shumë zonave shqiptare në Maqedoninë e Veriut, Kosovë e Shqipëri.